Drejtoria për kulturin e sport në Prizren, sipas drejtorit e kësaj drejtorie Ade Morina, tashmë ka arritur të realizojë projekte të shumta që shumica prej këtyre edhe ishin të harruara apo të lëna pas dore, siç është rasti me bibliotekën e qytetit, shtëpinë e kulturës në Zhorë me organizime të festivaleve tashmë të njohura dhe me rëndësi të veçantë, jo vetëm për Prizrenin, por edhe më gjerë për Kosovën. Shumë investime që bëhen në qytet dhe në hapësira të tjera në zonat rurale në fshatra, duke filluar nga ambientet e shtëpisë së kulturës që po jemi në përfundim të shtëpisë së kulturës në fshatin Zhorë, ju e dini që ka qenë një objekt i cili është lënë pas dore dhe pas 15 viteve po i kthehet identiteti dhe dinjiteti shoqërisë artistike që është e menduar nga zhuri dhe komunitetit zhurian, që të shohet në dispozicion jo vetëm për aktivitete kulturore, por çfarëdo aktivitete që ka nevojë ai komunitet, ai objekt do të jetë në dispozicion. Pastaj e kemi shtëpinë e kulturës në fshatin Pousk, që do t'i shërbej komunitetit të asaj zone për shumë aktivitete kulturore. Kemi gjithsesi sallën multifunksionale që po shkon drejt përfundimit, ku një objekt do të ofrojë mundësi për zhvillimin e shumë sporteve të komunës sonë, që si do të jetë ping-pongu, boksi, karatea e shumë sportet e tjera, është një objekt që do t'i përfshin të gjitha mundësitë që kanë sportistët dhe klubet sportive. Përveç saj kemi edhe investime të tjera që janë duke zhvilluar, e njëra prej tyre që është ndoshta më e rëndësishme se secili ka rëndësinë e vet. I keni qenë nga afër, keni përcjell biblioteka ndërkombëtare e qytetit, pas 10 e më shumë viteve ka filluar të renovohet dhe jemi në fazën e veç ka filluar punimet dhe po shpresojmë që deri në fund vitit 2026, në fillim vitit 2027 të nëshohet ai objekt i rëndësishëm në punë dhe normalisht kaloj i gjithë biblioteka në atë hapësirë, sepse është jashtëzakonisht e nevojshme, e kam potencuar dhe potencoj që Prizreni është qytet universitar dhe gjithsesi meriton një bibliotekë ta ketë ashtu siç na kemi projektuar. Kursa i pas organizimit të eventeve si 1 qershori, Dita Fëmijëve, pastaj 10 qershori datë kombëtare e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe 12 qershori Dita e Çlirimit, flet edhe për festivale të reja të organizuara që tashmë janë me renomi. Në këtë rast datën 10 qershor që është lidhja shqiptare e Prizrenit apo ditët e lidhjes dhe 12 qershorin Dita e Çlirimit të Prizrenit, ku vlen theksohet që me 10 qershor kemi pasur një akademi solemne në sheshin e lidhjes brenda hapësirave të lidhjes dhe aty kemi pas që është mbajtur nën patronatin e kryetarit të komunës, zotit Shaqir Totaj, ku i pranishëm ka qenë edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, gjithsesi edhe nga qeveria në detyrë e Kosovës dhe normalisht janë shënuar disa aktivitete ku kemi pasur edhe kombëtesë shkencore gjithsesi dhe përveç saj kemi pasur një koncert i cili është dedikuar lidhjes shqiptare të Prizrenit që është mbajtur në hapësirat e shtëpisë së kulturës Xhemaili Berisha. Pikërisht me datën 12 qershor kemi pasur aktivitete, vlen theksohet që kemi pasur koncertin me shoqëri kulturore artistike në Shadërvan dhe pastaj në mbrëmje kemi pasur një koncert i cili është kushtuar këngës së vjetër këtë rast qytetare, ku e pranishme ishte edhe këngëtarja e njohur shqiptare nga Korça Eli Fara. Kurse në kuadër të organizimit të jetës sportive, flet edhe për vizitën e anëtarëve të Komitetit Evropian të Vlerësimit të lëqëndruar në komunën e Prizrenit për procesin e vlerësimit të infrastrukturës sportive në kuadër të kandidaturës sonë për titullin European City of Sport 2026, me që rast u prezentua dhe dokumenti përgatitur për kandidaturën e Prizrenit për këtë ngjarje të madhe sportive, duke theksuar se shpreson se në vitin 2026 Prizreni do të jetë qytet evropian i sportit, që do të ishte një rezultat kulminant.